Edhe pse projekti i propozuar për fushën e Lukovës është e vendosur brenda parkut kombëtar të Mavrovës, ajo do të ndërtohet në një zonë të klasifikuar si zona e përdorimit të qëndrueshëm dhe jo në zonën e mbrojtjes strikte. Deklarata vjen nga Tatjana Proskurjakova, drejtoreshe e zyrës së Bankës Botërore në Maqedoni. Me kërkesë të qeverisë së Maqedonisë ne kemi rënë dakord për të vlerësuar mbështetjen e mundshme për projektin Fusha e Lukovës. Projekt ky i cili synon të rrizë varësinë e vendit ndaj energjisë rinovueshme dhe të përmirësimit të kapacitetit të maganizimit të ujit për të reduktuar vulnerabilitetin e saj ndaj luhatjeve gjatë rreshjeve. Kjo do të përfshinte ndërtimin e një dige të ruajtjes me një rezervuar relativisht të vogël të ujit dhe të shoqëruar në një kapacitet të hidrocentralit. Një objektiv kryesor i projektit është që të rrisë efikasitetin me të cilin kapacitetet ekzistuese të hidrocentraleve funksionojnë në mënyrë që centralet e reja për prodhimin e energjisë nuk do të ishin të nevojshme. Sistemi energjetik i Maqedonisë aktualisht mbështetet në lëndë djegëse të fosileve dhe atë për 75% të konsumit të energjisë elektrike. Qeveria është e përkushtuar për të përdorur më shumë energjinë e rinovueshme, duke reduktuar varësinë e saj nga importet jo të besueshme dhe shpesh të shtrenjta të energjisë. Ne mbështesim përpjekjet e Maqedonisë për të lëvizur sa më larg nga varësia energjetike, nga karburantet fosile drejt burimeve të ripërtëritshme të energjisë, siç janë hidrocentrale, gjithnjë në përputhje me strategjinë e vendit. E pyetur nëse është njohur me reagimet e popullatës dhe OJQ-ve lokale në Dibër dhe Peshkopi, të cilat fuqimisht kundërshtojnë këtë projekt me pohime për ndikim negativ në biodiversitetin e rajonit me spostimin e rrjedhës së ujit nga lumi i Radika drejt të Vardarit, Proskurjakova deklaron se Banka Botërore është takuar me organizatat lokale dhe ndërkombëtare të shoqërisë civile gjatë disa ditëve të fundit për të diskutuar shqyrtimin rreth projektit Fusha e Lukovës. Ne do të vazhdojmë të takohemi me të gjithë aktorët e interesuar gjatë shqyrtimit tonë të projektit. Konsultimi i ardhshëm publik do të mbahet në muajt në vijim për të diskutuar propozim vlerësimin për ndikimin mjedisor si dhe të ndikimit social. Banka Botërore nuk e mbështet zhvillimin hidroenergjetik në zonat ekologjisht të mbrojtura, edhe pse projekti propozuar në fushën e Lukovës është e vendosur brenda parkut kombëtar të Mavrovës. Ajo do të ndërtohet në një zonë të klasifikuar si zona e përdorimit të qëndrueshëm dhe jo në zonë të mbrojtjes strikte. Asetet hidroenergjetike kanë funksionuar në këtë fushë që nga viti 1957. Mbështetja e ardhshme e Bankës Botërore është në varësi të projektit i cili duhet projektuar ashtu që të përjashtojë zonat e mbrojtura. Për shembull, punimet në luginën e Projfelit ishin të përjashtuara nga projekti propozuar dhe në atë mënyrë specifike për të akomoduar një zonë të mbrojtur. Drejtoresha e Bankës Botërore në Maqedoni thekson se si pjesë e aktiviteteve përgatitore Banka Botërore do siguroj që projekti është në përputhje me politikën operacionale për projekte ndërkombëtare të rrugëve ujore, si e tillë pikpamjet e të gjitha palëve të interesuara do të merren në konsiderat si të progresit të përgatitjeve të projektit dhe në përputhje të plotë me politikën përkatëse të Bankës Botërore.